pjesë tjetër kemi pjesën e sëmundjeve të bletës. Varroa është një sëmundje që na ka bërë goxha deme, mund të themi. Ka pasur vite që kemi pasur na është përgjysmor parku i bletëve, edhe këtë vit patëm goxha humbje nga varroa. Por që jemi munduar me anë të ilaçeve organike që ta përballojmë, domethënë. Këtë vit shqyr jemi mirë. Ka ndonjë insekt e lufton, e ngacmon, nuk e le të bëj prodhimin siç duhet, shkon te lule që bleta shkon ndoshta, nuk e di. Ka, është brumbulli në fakt që e sulmon, por realisht nuk janë insektet ata që dëmtojnë bletën. Janë sëmundjet. Është varroa, është armiku kryesor i bletës. Edhe ne kemi kalendarin e kurimit të bletëve. Gjithmonë përdorim ilaçe organike që mos të lënë mbetjen e mjaltit, sepse kur flas për mjaltin cilësor, zakonisht njerëzit kanë përshtypjen që mjalti cilësor është vetëm mjalti ka sheqer apo nuk ka sheqer, vetëm kjo është kryesorja. Por përveç saj që është normalisht është kryesore, më kryesore është ilaçi kurimi, sepse në rast se nuk është organik ilaçi, lën mbetjen e mjalt. Normalisht mbetja është kancerogjene dhe nuk është e mirë për njeriu. Po përveç sheqerit edhe kësaj që më the, ka disa pika tjerë që e dallojnë një mjalt të mirë nga një mjalt më pak i mirë se mjalt. Përgjithsisht mjalti ngrin dimër. Themi kristalizohet në gjuhën shkencore, por që nuk mund të themi eksaktësisht, domethënë nuk mund ta dallojmë eksaktësisht. Ngrin ndimër mjalti, por ka disa mjalte që nuk ngrin. Dhe kjo është normale që nuk ngrin. Për shembull, mjalti lofatës nuk ngrin ndimër. Ne kemi marrë vjet mjaltin e parë, kemi mjalt lofatë vjet dhe nuk ngrin mjalt lofatës, domethënë. Pavarësisht se shumë i mirë, por prapë nuk ngrin. Por disa njerëz, domethënë, keq kuptojnë, domethënë, duke parë që mjalti nuk ngrin, thonë që ky ka ndonjë hile që nuk ka ngrirë. Por realisht mjalti lisit, mjalti lofatës, çka janë mjaltet që prodhohen në pyll, jo nga nektari, nuk ngrin. Kjo ndodh për shkak të glukozit, sepse ka glukozë të ulët. Një mjalt nëse ka glukozë të ulët, nuk ngrin. Duke pasur kjo është faktor kryesor. Ka dhe një gjë, duke qenë glukozë i ulët është një mjalt gjithëpërfshirës, do të thënë një mjalt që përdorin njerëzit normal, përdorin njerëzit që kanë diabet, nuk ndikon fare te sheqeri, do të thënë. Për shembull, folëm pak më parë për maren. Mjaltin e marës mund ta konsumojnë gjithë diabetikët. Nuk e rrit fare sheqerin gjak, është shumë normal. Po, për shembull, çfarë dallon një mjalt i një lule me një lule tjetër? Ja, për shembull, po shoh disa lule këtu, nuk e di nëse në të gjitha lulet merret mjalt. Ky është tërfili. Tërfili, ky këtu i bardhë. Ky është, mund të themi, mizotrus.